E kom pas që në kam bojnë, i kom pas që mi kanë ndesh teshat e krejt, po të një diku nuk kem kasë. Viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës janë heroinat tona. Mirama shikus të ndëruar. Në luftën e fundit në Kosovë janë dhunuar seksualisht rreth 20.000 gra shqiptare nga forcat policore dhe ushtarake serbe. Mes tyre, llogaritet e jenë edhe rreth 1.000 meshkuj. Shumica e këtyre dhunimeve kanë ndodhur në Drenicë dhe në Dugazhin, dy rajonet më të prekura nga lufta. Për turpin e tyre, institucionet e Kosovës këto gra nuk i kanë trajtuar deri më tash si viktima civile të luftës, ndërkohë që ato janë stigmatizuar në shoqëri e madje në disa raste edhe vetë nga familjet e tyre. Zona Ekspres ka arritur të marrë rrëfimet e grave që janë dhunuar në luftë dhe sjell sonte ekskluzivisht rrëfimet e tyre tronditëse. Ju ftoj ta ndiqni dokumentarin e titulluar Zëra nga Ferri. Edhe ata ja ka njësë, se kom pa të jek, rrypin e kom ditë që ka dëmëndohë. Tu në rësirë për njërë, së është dritë më. Ka dukt në sujthmive burët e tyne, më falë shpeje, më dhe shokët të poshtë, këto nuk harrohen. Këtë kanë të fëmijë. Dëshmia më e madhe është vetë trupi i këtyre grave, i këtyre nënave dhe këtyre motrave. Edhe kemi pas rast kur fëmia ka ardhur dhe ka kërkuar ndihmë. Nanësime nevojtë ndihma ju lutem eni. Patjetër se jemi vonë, sepse bara e shoqërisë edhe stigma që kanë përjetuar këto viktima është e madhe. Veç për hatë fëmijëve, për hatë shtëpisë më duhet. Se shpesh për depresion, asë me kom vullnet jetës, asë me kom vullnet punës, me punu, asë... Do me ti natës, ma kanë të i dirën, këtë në gjomin akon, ma kanë marë burin, ma kanë qitë jashtë, fëmini kom pas të vajgjët krejt, kanë posha kanë dashtën mu, demos më kanë rej, fëmija këtë në konë në gjomë, këtë në qupi, pisko mes, nuk kanë kuncu me t'i vrit.
Edhe mas mramtit kanë që shkele më kanë mshu apet. Apet na faka se s'mi kanë prejk edhe fmin me mi myta, me mi bo diçka se konë 2 marë me në konë mren. Kum pas dhimë të mdoja im konë 7 zonë. E ata që kanë dash në tërptemin kanë bo. Qësh më thonë vedije kum pas. Vedije, adin më parë shpeje marrën ashtë ta kum pas, adin kështu më mu vedija jo pa marrja, po vedije kum pas. Po mas që 18 vite, vedijin e kam, po nuk jam bashkë. Abdin se më shkojnë medi që është po do ka më jetu një naun. Mi ndodhë diçka dhe po do ka pet më jetu. E deka është me e poqë. Katër vite, ata shëdia kanë marrë pjesë gjithë në dhënimin tim se unë jam konë pa ndjenja, për din nuk muj me majtë mend çdo detaj, veç e di se jam konë 4 vjeta edhe e di se tesh aty jam konë qësi milora, jam konë paramilitare, ushtarë, nuk mujna me ditë. Këso rrëfime rrëqethëse, përveç këtyre 3 grave, kanë edhe rreth 20.000 të tjera anë kënd Kosovës. Të gjitha këto gra ishin dhunuar seksualisht nga policia dhe ushtria serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Shumë prej këtyre dhunimeve kishin ndodhur në Drenicë, Gjakov dhe përgjithsisht në rrafshin e Dugagjinit. Gjakova njëherësh kishte qenë edhe një prej qyteteve më të shkatruara nga forcat serbe. Por, nëse qyteti është rindërtuar tash kur kanë kaluar gati 2 dekada nga lufta, gratë të dhunuara vazhdojnë t'i vuajnë pasojat psikike e fizike. Në të njëjtën kohë, ato vazhdojnë të jenë të stigmatizuara, jo vetëm nga shoqëria, por shpesh edhe nga familja apo akoma edhe më keq, nga fëmijët e tyre që i pan ato teksa dhunoheshin nga paramilitarët serbë. Zona Express sonte sjell ekskluzivisht rrëfimin e 3 grave të dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Do të dëgjojmë zërat e tyre për përjetimin e ferrit. Mu në moment mu kam prej kamt kur e kom pa. Nuk e harroj asnjëherë, ishte data e 11 qershorit kur unë së bashku me Zyrën përkraha një ide të një instalacioni artistik të artistës Alketa Gjafa Mrika të përkrahur nga producentja Ana Dilelio, kur ishim duke i varur fustanet në stadionin e Prishtinës me qëllim që të përçojnë një mesazh, jo vetëm për qytetarët e Kosovës, por që të kalojmë edhe kufit e Kosovës të përçojnë një mesazh ndërkombëtar që dhunimi është përdorur si mjet lufte në Kosovë dhe në mesin e 5.000 fustaneve kanë qenë 2 fustana me mbishkrim që unë asnjëherë nuk e harroj këto mbishkrime. Njërin thoshte që ky fustan ka një histori të dhimbshme, por derisa në tjetër shkuante se ky fustan ka një histori të mbyllur nga pranvera e vitit 1998 dhe
këto ishin fustanet të cilët kanë pasur të veshura viktimet në kohën kur ato janë dhënuar nga forcat paramilitare dhe militare serbe. Atifete Jahjaga, presidentja e parë e Kosovës, është për njerëzve më meritor për sensibilizimin e opinionit vendor dhe ndërkombëtar për çështjen e të mbijetuarve të dhunës seksuale në Kosovë. Ajo kishte luftuar fort që këtyre grave, shpeshherë edhe të braktisura nga familjet e tyre, të njihet me ligj statusi i viktimave civile të luftës dhe kështu të përfitojnë ndihmë financiare nga shteti. Çuditërisht, jo krejt politikanët kishin qenë në anë të presidentes për këtë çështje. Madje, në parlament ishte zhvilluar një debat i ulët mes përfaqësuesve të partive të ndryshme politike. Partia më e madhe në vend, Partia Demokratike e Kosovës, kishte insistuar që gratë e dhunuara të mos futen në një kategori me ushtarët e UÇK-s. Shaip Muja, deputet i kësaj partie, ishte vënë në thumë të kritikave për fjalët e papërshtatshme që kishte përdorur në parlamentin e Kosovës kur ishte diskutuar kjo çështje. Faleminderit. Por sot, gjërat duket se kanë marrë një kthes tjetër. Patjetër se jemi vonë, sepse bara e shoqërisë edhe stigma që kanë përjetuar këto viktima është e madhe. Pra ne mund të themi edhe të jemi vetë kritik që ndoshta është vonë, por nëse shqyrtoj përvojat e vendeve tjera, kjo ka zgjatë edhe më shumë. Ka zgjatë më shumë, e ndoshta shpeshherë edhe është filluar mbrapsht dhe është dashur prej fillimit. Kështu që ne kemi përfituar nga këto përvojat e vendeve tjera. 2 vjet ka punuar një këshill kombëtar, ka trajtuar këto përvojat më të mira, u ardh me një solucion më të mirën, cilën ne tani po mendojmë me implementu. Unë them prap, ndoshta nuk po përsëritem, për 15 vite kjo çështje për institucionet tona ka qenë thuaja e mbyllur e kryer, thuaja nuk ka ekzistuar fare. Pas krijimit të Këshillit Nacional për të mbijetuar të dhunës seksuale nga ish presidentja e Jahjaga, atëherë ai mekanizëm filloi që t'i sjellë së bashku të gjithë aktorët të cilët janë përfaqësues të ministrive adekuate, prokurorisë, policisë, ambasadave dhe gjithë, edhe si një mekanizëm, atëherë së bashku arritëm që të amendamentohet ligji. Amendamentimi i ligjit ka filluar me iniciative në organizatave jo qeveritare, mirë po, aktet të tjera në ligjore dhe pas aprovimit u kriju në aktet të tjera në ligjore për implementimin e ligjit, edhe sot jemi në rrugë të marrë, edhe pse kishim disa zbrastina kohore mendoj me ndrimin e presidentëve dhe kështu, sot jemi në rrugë të mbarë për zgjedhje komisioni dhe pritet që së shpejti gratë të aplikojnë për dokumentin verifikim edhe për përfitimin e pensionit cili ju takon, me ligje dhe gjitha beneficioneve tjera. Zoti kryesues, mendoj që poshtërsia më e madhe që mund të bëhet nga një deputet në këtë kuvend është të thuhet se jam kundër përfshirjes së një kategorie të tillë të viktimave të dhunuara brenda ligjit dhe të njëjtën kohë ta lozësh rolin e hipokritit duke thënë se bashkëndjen me viktimat. Unë këtij deputeti i them monstrum. Një lloj arsyetimi të tillë është monstruoz këtu. Ju devijoni prononcimin tim për ekzaminim ginekologjik. Ju jeni spekulant dhe jeni analfabet dhe jo profesional. Unë kam kërkuar dhe është në proces verbal për trajtim të PTSD-s, quhet post-trauma sindrom, për cilin edhe ju jeni të goditur në këtë mënyrë si që janë edhe ato tjerë. Prandaj, ju duhet ta pyesni ti ken çfarë është post-trauma sindromi dhe mandej mund të vini në konkludim të solidarizoni me shoqatat edhe të cilat kanë prapavi financiare nga institucionet e dyshimta. Ndërkohë që politikanët debatojnë për gratë të dhunuara gjatë luftës, shpeshherë me fjalor as pak të përshtatshëm,
rreth 20.000 gra përballen çdo ditë me pasojat e luftës. Zona Express, me ndihmën e qendrës Medika në Gjakov, ka intervistuar 3 gra të dhunuara dhe sjell sonte rrëfimet e tyre tronditëse. Une e di që shenë himën krejt, ku më kanë rej shtu, shkam kanë po krejt e di, po hupa më sa mejna. Fëmija mu kanë qutu kaj të piskat. 2 konë mërën, 2 më kanë marrë burin një ndalë me ta, dhe i sa o kryqe e o punë, ma sa ardë burin në shpe, e di, atër më kak fjellë, s'ka po shka me më ponë mu. Për atë e shqit jo metë më smujtë zemrës, me trauma mos. Me 20 prill, 1999, isha të përpara në konë pumpat e ujtë të iladët e isha në kurit. Në ato momente në kanë një 4 ushtarë. Nëse ushtarë mi u thonë, po në konë të lynë, ftyre, vish pantollat i kanë pasë si të ushtrisë, edhe këmishën qaj i parë që më karon ftyrën. A di me po, e ata tjertë me shamia të ledhë me shëshira syfë. Edhe këtë se ushtria si për para që në konë, ata se në konë këtë, a di një për në gja ushtrisë. Unë të latë eshe, më konë me burë, me thmija dhe me i miqë, që aty, ku na ka një nga barë, jemi shu, që shumë konë të fërku të eshe. Ka folë me burë, e ka vetat miqën. Koj ki shpini ka të reguaj, veç i kanë bëhë kështu me automat kështë largavë. Tjetër mu ka thua e kësh pasi këmish që për të kume dhe në shpinë një shëshërë, në shpinë do farë si shigjeta, si që po dion. Mu ka thua me automat, mja ka bosin gjiret, s'keni u bo. Se ka pak sërbishtën e di, se në fshatë kem posë. E ku mjekësin gjiren, edhe për vathë. O nazat për rejthe nuk u mujtë me jekë fatë, mu dovke me gume, me lake, shëgjishtë, në petrollimit zdesha, që a bëjsha. Edhe rejthe një dhash. A i burë i ka fru vajzën edhe djallin e madhë për veti, kështu. Edhe njëherë kështë pënathoj më dalë për shpijave, kur djalli vogël ka pas 2 vjetë gjysë, qizmen. Unë kështë pjangre e qizmen, kur mu ma kapi djallin pej dore, edhe me kontakt. Si sot më kujtojt, edhe aty më tha, sërbesht, u gjë nutra. Unë e kom këthuj kuj pej burët, a i s'foli sen, për ma bën mu me kuj këshen, a menja ju më dojnë më i më morë sene. Se e shpiju konë e mitës, o konë jashtë migja me familje. Edhe tu një, kur tjetëm kanal, a i major të konë i ri, asë 10 vjetë, s'menoj që i ka posë. Edhe mi ka përdor dhe fjallë që s'folet, edhe pun pa ofre, ku mu rrujt, qamë dhe të raja i më bobona, shtinë kërëdarë. Djalli madhë 7 vjetë ka njësë më kajtë, po qaj me këmish, me shësherë me qatu, dole edhe morë djallin, këshëp dhe më mamy djallin, e morë edhe shtinë me hen aty në kërëdarë. Aty u konë kuzhinë e krejtë, një tavëlinë, unë e metë aty i këshyrë, edhe ata ja ka njësë. Se kum pa aty i e krypën e kum ditë, që ka dhe më ndodhë. Në fshatin tim, lindjes, ku jam lindë dhe ku jam rritë, unë kam qenë atëherë vajze pa martume, kam qenë në moshën 25 vjeqare. Bombardimet e NATO-s, që kanë fillu me 24 mars 1999, ne nesnit nga ka ardhur dhe një për me lëshu fshatin. Edhe na aty ju kemi bashkan gjitë tonë bashkëfshatarëve tanë që gjithë që jemi kanë dhe kemi dalë në Katundi një sneqë, se unë jam e rresit komunës Deçanit. Edhe të kemi qëndru një 2-3 net, mas 2-3 netve nga ka ardhur një me lëshu dhe Katundi një sneqë edhe më shku me kolonë për Shqipëri. Rrugës me traktura jemi shku, i kem pas ata trakturat e improvizum që shimarishin me najlona, me që shimarishin me që kem pas
ke marrë gjësende me veti, ka pak, batanije, gjerat nevojshme, ushqimore, për rrugë që ka adin që në dishka, pak që në nevojite dhe sa ta kalojmë kufinin. Në ato momente, burre, unë kom pas babën e Hastretit, në kem qenë 5 vajza. Baba jam, këtë mendovë që gjithmonë gjënima shkollori i dajshin, e i lejojshin vetë gjënin femnore me hasi, edhe u dapi neve dhe ka shku, ju ka përshkan gjitë u qekes. Edhe na kem vazhdu rrugën me agjin tim, e kem vazhdu rrugën për në Shqipëri. Kur kem shku rrugën kështu mirë, adin nuk kem pas gjo problem deri në fshatin Zhur. Kur kem shku në fshatin Zhur, në aty kam zbrit, e kom ba një okon aty një tyrbe, diçka, e kom ba një nizër për babën tim me na pështu zoti, edhe aty më mendoj që aty dikon që aty më kanë përcil, ata paramilitarët serbë, për tash nuk jam e sigurt krejt, a bëdin, edhe kom bo aty që e kom bo lutjen për babën tim, me shpëtu zoti, e jem hip në traktor. Edhe kem vazhdu rrugën edhe do kilometra pak ma nej, se nuk na viç adin 2-3 hapa, nuk na lejshin me vazhdu rrugën shumë, pak pusho. Gati 3 net kemi bo qështu, dhe se kemi dal adhejna. Gjatë bombardimeve të NATO-s, raportimet për dhunime seksuale u shpërndan nëpër mediat botërore. Me 13 prill të vitit 1999, sekretari i jashtëm i Britanisë, Robin Cook, tha se forcat serbe kishin hapur një kamp të dhunimit në afërsi të Gjakovës. Edhe zëdhënësi i Pentagonit dha deklarata të ngjashme për kampe të dhunimit të vendosura në afërsi të Gjakovës. Kjo çështje nuk është sqaruar asnjëherë, meqense duket se shumë gra vazhdojnë të hezitojnë të flasin për atë se çfarë ju ndodhi në vitet 98 dhe 99. Edhe qatë në promje ku avit nota, na kanë avit ata, edhe na i kanë lyp letin në këtimit, na kanë lyp qa kemi stende me vlirë, gjera me vlirë, dukat, pare, edhe i kemi jep qa kemi pas, na si na kanë po lene dëqanit, si na kanë pas, dëqanit kanë pas në sy, kështu jo për mira, për dinë se konë terrorista e qështu, më kanë thonë ti zbrit këtu, me neve, e më kanë marrë mu, nona ka pas shumë frikë si pi marrin edhe ato goca tjera që në konë me neve, edhe kom zbritu në pi traktorit, dhja zveç fargjenti që shumë konë, e më kanë marrë, më kanë qu, më kanë hypë me një gazik, më kanë qu një shprit shprazët, o kone e shprit shprazët, se atër krejti kanë shu shvijat, nuk ka qenë kërkush aty, edhe ja kanë fillu, unë nuk disha edhe pse nuk e disha gjuhën e tyne, ja kanë fillu të folë, gjuhën e tyne, të lëfar fjale, unë nuk i kuptojsha asë që po më thojnë. Kanë fillu të një me po të një nuk e dija, më kanë ra, një më ra këtë pandjenja. Vetëm burin ma kanë marrë fëmijën në gjomë që ashtu që në sy fëmijëve kanë bo, njëjtën në ndonë. Djojnë e kom pas 8 vjetë, ta i kom pas fëmijën tjertë ma të vajgjin. Djojnë e madhe kom pas 8 vjeqe, kajtë kanë pa fëmija. Ata kene në gjomë po ko thy dira, kajtë të qumë. Edhe me njëherë kujë norma kanë marrë burin, ta sërbisht kanë folë, shka kanë folë, nuk e di, e kanë qitë për jashtë ta, kujë në shkullë, që aty kishin pashititën, të folë kishe me ta, këta dy njoni e di se më ka cilë, edhe ma tipër në kombil, edhe komin e kom pak jo mirë, e në komën më kanë cilë, edhe jo mërcu, të është ishat krejtë shtrut aty. Dënimin e kanë bo, fëmija mu kanë tranu, qa ditë e kum pas edhe një farë mërzije, se qa ditë më ka pa dike edhe i qik, edhe kum pas mërzin teme, edhe kjo mërzi, për mu katastrofë që kanë bo ata në shpi teme. Linë shpi teme, po njëjtën mas gjysore edhe 3-4 shpi që aty në mahalli kanë bo së kërmu. Edhe ja ka një seraj, tani djallit u kojt, e di që i kanë shumë djallit e herë, edhe ka një sëso fjallëve. Ka puna dete i treti, i 4 i qaj, që u konë të këshur shpinë rejtet, dhe ju ka bërtit. O të të në ku me ditë, qa ke puna?
Edhe mu ka afru mu, mi ka thonë të fjalla, apet në qëtë problem që e pata dy që shmerë mirë, se e përdori fjallë, ma bone i zvenë sestra, dy që e përdori me dhimë të atë fjallë, edhe kumë këthuj kujtë, kumë këshyrë. E këshusha djallin, ma kapi djallin, ata dollin. Po ku dollin balkon, njëse mu faj, më bo fjallën e mje veti. Jem konë 7 zonën me bajs 5 mujve. Edhe di ka folaj do fjallë. Dhe edhe Zotin ja ka sha ati tjetërit. Se s'do të më bo kështu në to e kom sinanë, se zari thanë edhe ati, do të edhe ti. Qështoj mja bon, pa i nuk lejaj, edhe i kapi jeku. Tani apet me datën 14 maj, nëse ma 7 ditë be ardhë, apet që i njejti, që në fillim që ka bo që ato mërtër, qëtë punë, për ku erda i burë metëm, a i me 2 fjallë, mi tha fjallë, apet burë unë gjikujtë, se edhe u tutke, s'kishim ka, se tonë kemë blokun në fshatë jonë. Edhe aty, që ashtu ndodhe njejta, me 14 maj tani, nga ka një apet komplet. Po me 14 maj, po ta fatë se dolem tonë, me katona dhe me fshat dolem në bon një vend tërëq. Lufta në Kosovë filloi me 28 shkurt 1998, pas ndërhyrjes së forcave serbe në fshatrat e Drenicës, Likoshan dhe Qires, dhe vazhdoi deri me 11 qershor 1999. Gjatë kësaj kohe janë vrarë rreth 15.000 shqiptar, pjesa dërmuese civil, kurse dëmet në ekonominë familjare pothuajse janë të pallogaritshme. Çuditërisht, rreth 20.000 gra shqiptare të dhunuara gjatë luftës nuk janë përmendur aq shpesh. Gratë intervistuara për Zona Express thonë se shpesh janë parë me dyshim edhe nga vetë familjarët, duke u arënduar edhe me shumë dhembjet. Për më tepër, njëra prej të intervistuarve rrëfen se sot nuk i flet as djali i saj. Djali që e kishte para të teksa dhunohej nga paramilitarët serbë. Me djallë të madhe një, që 3 vite, djallin mu ka largu, unë se e vlatë dhe duaj nuk më dënë mu. Po edhe me ku ashtu e kuptu ka pak. Me ku ka me kuptu. Se djallin teme ka nërënu shumë të thashe të thamet. Nështë ka erë ma shprejke, ka erë s'ma shprejke. Mu ka po lazëm ka që djalli dorë më mra. 13 vjetë djalli. Që 18 vjetë jemi që shtu me varë në zemër, i kom dësheja në për trupë që thjekën. Po, shala loj, gjithë ku ju një manë edhe në nona motra që ka jemë. Në kuptani, se që 18 vjetë që shtu që ne ka ndodhë që kja po du të mu bërbi vësa. Po, ku pi bëjshë vjetë së për mujshë ma më që në Pse po do të njëre e ke po ka herë më menu, edhe ma lartë, po ku po cilët në kuj, edhe vora në zemër që ki, s'pë më mbyllet. Po i lusë gjdo non, gjdo motër, që kush e ka përjetu, vish me dëshmu, me dhonë dëshmi që kanë ditë ata neve, më bojë, jo me dëshirë, po me dhunë. Po, ku të këthesh njone nonë, për na nona, që ajmë nona, është vjolla ma mirë më na pa vrau, se në strythmive që na kanë bo.
ndërkaq për të mbjetuarën tjetër, vuajtjet do të thelloshin edhe më shumë pas asaj nate të kopshme. Nese u kry ato qam patën bon që adeshten edhe mu dikur më ka u vidia, s'kom dit vetën dhe përse ditën që jam unë e virgjërës, jam konë pa martu, jam konë virgjata, nuk më kanë kursy për asë një sen, vish kanë bo që ka ndasht mu. Nes rreth me ngjesit, unë nuk dija vetë se më kanë mytë, po më kanë kthy, po unë mendoj shpesh, mendoj se u konë aty afër kufini, edhe ka pas gazetarë të jashtit, koks ka pas gazetarë të ardhën për gjithë të vendeve të botës, për mos më marrë vesh file keqja që kanë bu, më kanë bu rrëth me ngjesit, apet më kanë dërzu në traktor, më kanë hypë në traktor, në gjendit keqe, që ashtu që shemë konë të në konë, vishë mbi këtë legët, shumë, s'muj me përshkru vetën që shemë konë, u të mëru me edhe familje e me nona shkret shumë u të mëru për mu, edhe u të këtën edhe, ja kish frikin edhe gocave tjera, se lese mu që shkova dam, po më s'përshkojnë të ato, edhe kem vazhdu rrugën, kem dala nej kufinit, na kanë liju. Tani, kur jem dala nej kufinit, atë natë kem qëndru jashtë në qilë të hapur, kur kem shku atje, me nëzisi kem gjetë një vend u sistemu, mas një kohë unë kam qenë shtatzanë. Me mbas rezultatit dhe njimit, unë kam bërë shtatzanë me këtë mënyrën që shumë ka ndodhë qështu. Atje ku jem shku, më kanë thonë me përdorë se qësh me shku në qikë të doktori, qësh me boksi senëve, qësh ashtu, me përdorë kush që kam ka thonë, jo me episodat buks, jo me quran, jo kështu, edhe unë qashtu e kam dështu spontalisht atë fëmija din qështu në qëtë mënyrë. Atë më pas e martojnë me një burr me probleme mendore, pasi që sipas familjes, ajo ishte tashmë një grua me dëmk. Mas jem krejt u kry kjo punë, mas 3 mujve që jemi këtu në Kosovë, unë kur jem marrë këtu, isha një vajzë, s'isha mo, ajo vajza që kom qenë, s'isha për me marrë një bursë, asi edhe familja jeme të një mund filjunë për një burë smut, sa do një jetojnë një burë smut, se që kishtë me shizofreni. Është taj, unë për që ata më kanë thonë, si ti tash nuk je ashtu, që në këshyrë këtu sena, vëdene, jo tash ti nuk je si duhet, dhe ti nuk banë më konë për një djallë normal. Sa të kësaj dite, unë e thmin e parë që kom lindë, mas si kom në qëtë burën që më martu me, kom lindë krejt me të meta, se nuk kom ujtë me këqyrën e me po kontrollat, me shëru vetën prej këtyne pasojave që kom pas për abortit që kom po në këtë mënyrë. Më ka lindë thmija e parë krejt me anomali të shumë, ta në vitin 2001 kom lindë thmin në spital PS. Krejt spitali o të mëru për mu kur më ka pa, se më ka rënu shumë bish një javë. Tash këtë thmin e dytë e kam mirë, e vazhdo jetën për që ta thmin. I kam edhe një qike, gjallin kam 14 vjeq, qiken e kam 9 vjeq. E vazhda jetën për që ta thmi, se shpesh binde pëstjan, as nuk kam vullnet jetës, as nuk kam vullnet punës me punu, as adin sa ke që një vetën e mdo këtë si kush që unë nuk ashtë. Por çfarë mund të bëjë shoqëria kosovare për këto gra të dhunuara gjatë luftës nga ushtarët, policët dhe paramilitarët serb? Vlora Qitaku, ambasadorja jonë në SBA, kishte kërkuar drejtësi për to, në një nga mbledhjet e fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ajo kishte theksuar edhe faktin se asnjë prej dhunuesve nuk është dënuar. Nuk ka pasur as edhe një gjykim për kryesit e veprave të dhunimit, madje as në Hag, as në Kosovë, edhe pse Kosova administrohej nga misioni Kombeve të Bashkuara.
edhe sot e kësaj dite të mbijetuarat e përdhunimeve nuk janë të përfshira as në rezolutin e Kombeve të Bashkuara dhe as në raporte dhe në emër të tyre unë po kërkoj drejtësi. Ne duam të shohim kriminalët para grillave dhe duam që globalisht dhe kolektivisht të bëjmë më tepër në mënyrë që viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, por edhe kudo në botë të ndjehen të mbështetura dhe të mos ndjehen vetëm. Në fakt, policia u Leksit kishte arrestuar Jovica Dejanovicin nga Priluzha dhe Gjorgje Bajkovicin nga Babimosti në shtator 2012 për dyshimet mbi përdhunimin e një viktime shqiptare të Kosovës, që ishte 16 vjeçe në kohën kur ndodhi incidenti, me 14 prill 1999. Por gjykata i liroi ata në prill 2013, sepse nuk ishte prova përveç dyshimeve se ata kishin kryer krimin. Të njëjtit u arrestuan sërish një vit më pas, sepse gjykata apelit e hodhi poshtë vendimin dhe i dënoi Dejanovicin me 10 vjet burg dhe Bajkovicin me 12 vjet, por ata e quan çështjen në gjykatën e lartë, e cila u dha sërish lirinë. Ndryshe nga Oleksi, organet e drejtësisë vendore ende nuk kanë ngritur asnjë akt akuzë për krime lufte që kanë të bëjnë me dhunimet seksuale gjatë luftës. Të pyetur për këtë çështje, prokurorët që merren me krimet e luftës nuk kanë pranuar të flasin për zona ekspres. Në anën tjetër, nga Medika në Gjakov thonë se kanë grumbulluar dosjet e secilës grua të dhunuar në rajonin e Dugagjinit, të cilat me pajtimin e grave do të mund të shërbenin drejtësisë. Neve duhet të jemi vetë kritik si shoqëri, sepse ka qenë vetë mentaliteti jonë si shoqëri. Ne nuk duhet të harrojmë se ne jemi një shoqëri goxha maskiliste, një shoqëri goxha patriarkale, të cilat këto gëra, këto nëna, këto motra tonë i ka shtyrë dhe përkundër vullnetit të tyre që të mbyllen në vete, që të heshtin. Shpesh herë duke e marrë fajin mbi veten e tyre, duke dhe mos qenë faji i tyre, as pak shpesh herë duke mundu që ta kursejnë bashkëshortin, të kursejnë fëmijët e tyre, të kursejnë prindrit e tyre, një pjesë shumë e madhe pse viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës kanë qenë të stigmatizuara dhe kanë qenë të bëra me gishtin drejt tyre, ka qenë vetë shoqëria jonë, që është një shoqëri e cila asnjëherë nuk e ka pranuar atë se çfarë i ka ndodhur qytetarëve tanë. Por derisa lufta ka përfunduar në vitin 1999 për gjithë popullin e Kosovës, nuk ka përfunduar edhe tani më, prapësisht 18 vite pas përfundimit të luftës për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës. Lufta ende është në mendjen dhe shpirtin e gjithë secilës viktim. Dhe unë kam thënë shpesh herë, viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës janë heroinat tona, sepse ato kanë sakrifikuar, sikur se ka sakrifikuar gjithë secili qytetar i këtij vendi për lirinë tonë, për pavarësinë tonë, dhe pa paqen e tyre neve asnjëherë nuk mund të gjejmë paqen tonë. Supozohet që në Kosovë janë diku rreth 20.000 gra, të cilat kanë përjetuar dhunën. Qendrën tonë, mund të them që kemi një kështu statistikë që për 3 vitet e fundit diku numri është rreth 300 gra të cilat ne i trajtojmë. Nuk do më thonë që numri nuk mund të rritet, se veç ka fillu mu rrit, mirë po për shkak të kushteve dhe mundësive tona, sa mujmë ne mi ofru, atyre ne gjindemi këtu edhe pse jemi një shoqat që konsideroj që jemi mjaft e madhe në këtë aspekt. Në fillim ka qenë shumë vështirë. Ka qenë me të vërtet një punë shumë e vështirë. Është përdor një strategji prej këshilluesve psikosociale dhe për psikologëve, gjithashtu edhe prej mjekës, që ti gjejmë gratë. Takime drejt për drejta në fshatra, në qytet, në komunitet, referimi i grave njëra te tjetra. Është bërë në këtë formë, mirë po tani kemi edhe raste të cilat vijnë vetë dhe kërkojnë ndihmën tonë. Kemi nevojë, kemi pas raste edhe kur fëmijët janë rrit, fëmijët aty në nënave. Edhe kanë rrinë në moshën diku 17-18, është edhe nëse kanë qenë bebe në kohën e luftës. Edhe kemi pas rast kur fëmija ka ardhur dhe ka kërkuar ndihmë
Nani si me nevojtë ndihma ju lutem e jani. Edhe kështu që ne shohim që tani ka fillu populli edhe shoqëria jonë mu vetëdisu, edhe mi pas një qasje më të lehtë këto gra. Mirë po prap mund të them që ne nevojitet një punë shumë e madhe, që se është ende problem, është ende tabu, edhe stigma është shumë e madhe. Presidentja Jahjaga beson se institucionet e Kosovës kanë për obligim që të mbijetuarve të dhunës seksuale t'ua njohin statusin e viktimave civile të luftës, ndërkohë që dhunuesit, sipas saj, duhet të sillen para drejtësisë. Faktet për këtë, shprehet ajo, nuk është vështirë të gjenden. Absolutisht që ka. Dëshmia më e madhe janë vetë këto gra. Juve nuk e keni haru një debat që për mua ka qenë ofendues. Alema për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, i cili është bërë para 4 viteve në qoftë se s'gaboj, kur është proceduar ligji për njohjen e statusit ligjor, kur vetë deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë ngritur zërin dhe kanë kërkuar që prafërsisht 15 vite pas përfundimit të luftës, këto viktima t'i nënshkrohen ekzaminimit mjekësor. Kjo është e turpshme. Një anën tjetër, kjo i shtyn viktimat që të bëjnë hapa mbrapa në kërkesën themelore të tyre që të kërkojnë drejtësi. Dëshmit janë, provat janë. Dëshmia më e madhe është vetë trupi i këtyre grave, i këtyre nënave dhe këtyre motrave. Dhe mos të harrojnë se shumica këtyre veprave nuk janë kry në prezencën shumica këtyre veprave janë kry në prezencën e disa personave. Edhe në qoftë se organet e drejtësisë me vërtet janë serioz në punën e tyre dhe duhet ta kryejnë ashtu si duhet punën e tyre që kërkon kushtetuta dhe ligji. Dëshmit dhe provat janë ato vetëm duhet të i funksionalizojnë në mënyrë që të procedojnë me proceset gjyqësore ashtu si kërkon drejtësia. Me çështjen e të drejtave ligjore që u takojnë atyre, po merret Arbana Brashi, ministri i punës dhe mirëqenies sociale. Dikasteri që ai udhëheq shpejt do të fillojë me procesin e verifikimit të mbijetuarve të dhunës seksuale. Ligji e parashet që procesi i aplikimit të zgjatë 5 vite. Domethënë kanë menduar që ndoshta muajt e parë kanë më qenë të vështira për aplikacionet e para, edhe që gjithë ata që kanë qenë viktima të aplikojnë, sepse është shumë problematike. Prandaj është menduar që të jetë 5 vite i hapur procesi i aplikimit. Tani krejt varet nga komisioni. Ne si ministri jemi të gatshëm që posa të pranojmë verifikimet e para, ne të reagojmë qoftë me pensionet, qoftë edhe me obligime tjera shtesë që mund t'i kemi, se i parashe ligji. Prandaj, qoftë komisioni fillon punën, le të themi në mars, le të themi që do të ketë trajnim 1 muaj, besoj që nga aprili. Por teknikisht, me themelimin e komisionit, ne mund të fillojmë t'i pranojmë edhe aplikacionet me njëherë. Pastaj, pas trajnimeve të komisionit, edhe ata mund të fillojnë edhe t'i shoshiten edhe t'i trajtojnë se cilin prej aplikacioneve. Por, si mund të binden gratë që të aplikojnë? Ne i kemi mbajtur konfidenciale tër procesin, edhe ndoshta edhe vetë ju e dini, nuk ka pas shumë prononcime për media rreth kësaj pune. Formulari është punu i tillë që të jetë konfidencial. Nuk kemi përmend asnjëherë sa do të jetë shuma e pensionit, sepse mendojna që edhe ajo mund ndikoj të dalin dhënat jashtë ose dikush të prej konfidencialitetin përmes shumës së pensionit. Për me facilitu tërë këtë proces, përpos komisionit, cili do të jetë profesional edhe besoj që është bërë një zgjedhje mirë përmes panelit cili ka bërë intervistat. Ne kemi angazhu, ose kjo puna 2 vjeçare që u përmend më herët, kemi angazhu edhe OJC-t, cilat kanë qenë të angazhuar në këtë punë tani e 5-16 vite. Edhe njohin problematikën, edhe do të jenë këto OJC ose një OJC e vetme, e cila do të facilitoj edhe do të flasë me viktima,
do të ndihmoj viktimat që edhe të aplikojnë edhe të shprehin historinë e tyre të dhimbshme që e kanë. Prandaj ekzistojnë njerëz shërbys të mirë, cilët e njohin këtë problematikë, që kanë punuar me këtë problematikë edhe do të jenë pra viktimave që të ndihmojnë edhe në proces të aplikimit edhe tutje në realizimin e drejtave tyre. Prandaj njerëz që kanë punu 5-16 vite në këtë punë janë ura e tyre mes viktimave edhe institucioneve që ne të zbatojmë edhe të kryjmë detyrimet tona. Ligji do të njeh statusin e tyre ligjor si viktima civile të luftës. Unë thash edhe më herët që unë pres që sa më parë që është e mundur komisioni qeveritar i cili nuk është funksionalizuar deri më tani të funksionalizohet sa më parë që është e mundur, që të gjitha viktimat të shfrytëzojnë të drejtën e tyre ligjore dhe kjo është vetëm një përkrahje e vogël e cila do të marrë në formë të pensionit, por ka ende goxha punë për të bërë nga institucionet e vendit sa i përket rehabilitimit, reintegrimit dhe resocializimit të më të tjeshëm të viktimave, sepse kemi një numër jashtëzakonisht të madh i cili dihet në aspektin zyrtar, por ndoshta kemi një numër edhe shumë të madh që ende neve nuk e dimi. Thash përsëri që kjo temë ka qenë tabu, kanë qenë të stigmatizuara për vite me radhë dhe ende nuk po mundem ta gjejnë vullnetin dhe kurajon viktimat që të bëjnë një hap përpara dhe që të tregojnë për veten se çfarë ju ka ndodhur atyre, por më së shumti që të tregojmë si shtet se çfarë neve kemi përjetuar nga një luftë e cila ka ndodhur në këtë vend. Sipas një raporti të Human Rights Watch, paramilitarët serb dhe policia speciale e kanë shfrytzuar dhunimin në disa raste për të dënuar familjet e përkrahësve dhe anëtarëve të UÇK-s. Polic, ushtar dhe paramilitar dhunuan gra në tërë Kosovën. Sulmet ndodhen në rrethana të ndryshme. Rrethanat më të zakonshme, sipas këtij raporti, që dolën nga dëshmitë e viktimave të përdhunimit dhe dhunës seksuale dhe nga llogaritë vërtetuese të ofruar nga dëshmitar okular, ishin përdhunime në shtëpitë e grave, dhunime gjatë ikjes nga vendi, si dhe përdhunime ndërsa ishin në paraburgim. Në një skenar tipik, forcat qeveritare hynë në shtëpitë e grave dhe dhunuan ato ose në kopsht, në një dhomë fqinje ose para anëtarëve të familjes, thuhet në raport të kësaj organizate. Besohet se është i madh edhe numri i meshkujve kosovar të dhunuar gjatë luftës. Institucionet që po merren me këtë çështje kursehen të tregojnë se sa mund të jetë ky numër, por pranojnë se mund të arrijë në afro 1000. E ndryshe prej grave të cilat të pa identifikuara her pas here kanë rrëfyer historitë e tyre të dhunimit, një gjë të tillë e kanë bërë pak meshkuj. Aty më kanë rrapë, aty më kanë njësyt, aty më kanë bo senet mas njërësore që mund të dojnë njeriu. Dhunimin si mjet lufte, ushtria serbe e kishte përdorur masivisht edhe në Bosnjë. Deklaratat e grave të dhunuara nga Bosnja janë shokuese. Historinë e saj e kishte treguar publikisht kjo grua në Hag. Onda me povalio na leđa i skinuo. Më pas ai më ktheu në shtëpinë dhe mi hoqi të gjitha, gjithçka që unë kisha veshur, pantolonat, çizmet. Unë mbajta vetëm pjesën e sipërme të veshjes që kisha dhe më pas ai më dhunoi. Atë kohë unë se kam ditur kush është ai, por më vonë kam kuptuar kush ishte. Fatkeqësisht ai më ka rënuar krenarin time dhe kur nuk mund të jem gruaja që kam qenë dikur. Ali nažalost zgazio mi je ponos. Više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila. Kjo është Gjevahire Rahmani, gruaja vetme shqiptare që publikisht kishte dëshmuar në gjykatën e Hagës për dhunimet në Kosovë. Ajo kishte treguar se ka parë me sytë e saj shumë gratë teksa dhunoheshin në Drenicë nga policë e ushtar serb. Gjevahire Rahmani
kishte dhënë dëshmi para një hetuesi të Tribunalit Ndërkombëtar të Hagës me 14 qershor 2000. Ajo kishte deklaruar se 2 ditë pasi kishin filluar bombardimet, ajo bashkë me familje tjera po qëndronin në një shtëpi në qires të Drenicës, ku ajo kishte parë teksa ushtarët serb merrin me radhë gra, me nga 20 deri në 25 minuta, duke i kthyer sërish në gjendje të traumatizuara dhe të zhveshura. Edhe vetë ajo ishte keq trajtuar seksualisht, por jo edhe dhunuar, ndërkohë që dëshmoi për 5 vajza rreth të 20-tave, të cilat ishin marrë rregullisht dhe ishin dhunuar. Në korrik të vitit 1999, në disa bunare në Qirez ishin gjetur trupat të 8 personave, 3 prej të cilëve ishin të 3 grave, të cilat ajo i kishte parë. Gratë të dhunuara kosovare nuk kanë qenë në gjendje të dëshmojnë me emër dhe mbi emër asët e kësaj dite. Sigurisht, jo për fajin e tyre. Ato paragjykohen nga rrethi, nga familja, e madje janë përbuzur edhe për vitet të tëra nga vendimarrësit politik. Sot, 2 dekada pas luftës, shoqëria ka për obligim t'u lehtësoj dhembjet këtyre grave, duke i njohur ato ashtu siç janë, viktima civile të luftës, e jo gra me shenjë. Të parin po, me këmish, papa. Me këmish moj me përshku. Që s'moj me përshku, se aje kur nuk jeket, peqetuta s'peqetuet. Ato moj me pa në fotografi moj. Me pa moj. A dhe në ngja, mire ngja. S'mjeket aje fotografi mu, kur nuk mjeket për këje. Nuk ka duft, në sy fëmijëve burët e tyne, une më më falë shpeje, më deshu këtu poshtë. Këto nuk harrohen. Shikues të nderuar, kemi ndjekur kështu dokumentarin Zëra nga Ferri. Shihemi pas një jave. Natën e mirë.